A do votoni pas nesër? Po si s'do votojnë, thaj. A mendoni se vota juaj bën diferencë? Vota jonë të bën diferencë, se unë kam punu 22 vjetë mësës. Po votoni pro dikujt apo kundra dikujt? Ne votojmë pro dikujt. Edhe i quhet doktor profesor Sali Berisha. Kurse, çfarë të them, mësus që të vjedhin vendin e punës, nuk ka këtë shkoj. Bandat, unë jam nga Pajova e Peqinit, po bandat e Peqinit edhe bandat e Elbasanit të vjedhin natën e të qajnë ditën. A ka gjasa PD-ja këtë rezultat kundërshtues? Pritet shumë faktikisht, por pritet shumë. Duhet të ndryshoj, që ndryshoj këtë rrjedha. Me këta hajdutni kaq të madhe nuk shkon. Rama ka premtuar që në mandatin e 4 do të na çojë në BE. A mendoni se nëse nuk do jetë Rama në pushtet ne mund të shkojmë në BE? Ne BE do shkojmë me se na do BE-ja. Nuk na do Rama. Rama po ta donte nuk di kishte për gjithë hajdutëve, gjithë kriminalët dhe për gjithë drejtimet e shtetit. Shëndetësia falas ku është. E çdo gjë që foli ai pasi që s'ka më. Tani çfarë kërkon? Nëse fiton opozita me lider Berishën, mendoni se kryeministri do të jetë Berisha apo dikush tjetër? Tani nuk më prish punë shumë mu se do vihet Berisha apo do vihet dikush tjetër. Por, për mu, ai ta kryej misionin tamam. Sepse fundit ka qjep akoma. Por unë jam simpatizant i tij që në krijimin e PD, por PD e kanë marrë hajdutët më keq. Prandaj që të çfarë them. A do votoni të dielën? Po si, Nëse do kishit mundësi që për disa minuta të flisit me një nga kandidatët sy në sy, çfarë do të thoni? kandidatët, për çfarë kandidat? Një nga kandidatët që ju simpatizoni ose njërin që nuk ju pëlqen? Ne kemi një kandidatë gocë 3, është shumë e mirë, e sjellshme. Në për të do vetëm Cila është? Presida Shkrepa, të Partia Socialiste. Kuptove? Në këtë zgjedhje, po votoni pro kandidatës që ju pëlqen apo po votoni sepse duhet jeni kundra një partie tjetër? Nëse jemi has kundra një partije, por një parti që e ka shkatru Shqipërinë që nga viti i 1990 deri sot do të shkatroj. Kjo është Partia Demokratike. Nëse në krye të opozitës do të ishte dikush tjetër, a do të votoni për opozitën? Po, jo me Sali Berisha, pikë. Është shumë negativ. A ne kalojmë të shkollë se dinë që ka po gabime vetë. Gabime shumë. Dhe më thonë, 500 e sa fabrike e shkatroj. E ka ndërtuar në Verhoxha dhe e djegim se nuk bën. Po janë që janë që nuk shkën, ata janë është ndërtoj e FD që iku, të gëzem ne, apo jo? Ate pse më të shumë? Për ne që shumë. Partia Socialiste është pak më energjeshme. Do votoni pro dikujt apo kundra dikujt? Nuk rrëfet vota. Po vetë të dishim, unë jam i majtë. Nuk Po si përshën që pak ka në të sira thënë, kam. votoni partinë që do votoni, po votoni se ju pëlqen si partia apo sepse nuk ju pëlqen kundërshtarët që ka Jo, përballë? dëgjoj, vota është gjë e shenjtë. Duhet votosh. Pavarësisht se këtë do edhe këtë do, po duhet votosh. Mos votimi është një, si të thosh, që shpërfillë vetën tënde në atë parë. Kështu e quaj unë, derisa jam shqiptar, do votoj për atë që më shet mende edhe kaqe. Nëse do kisha mundësinë që për disa minuta të flisje ballë për ballë me një kandidat që ju të pëlqen, këtë do zgjidhni? Do zgjidhja që kam patur në lagje, kandidat, që na ka premtuar dhe nuk na i ka zbatuar. Çfarë do të thoje? Po të thosha, mos gënjeni. Më thuaj, Kujt partia tërëq. është kandidat? Se va, pajmë. A shku qeshtë, sa të një gjoj mua, u ta marrë veç. Po unë ja kam thënë në sy. 25 vjetë, kur kam erdhur në Tiranë, për shkarkuar robat, më ka erdhur, i këshin dalë atë të elektriku, të hujit, i këshin mërë vetë të instalimet, më thanë na jep
pasaportën, bëjmë kontratë të shumë, po nuk i kemi arruar, i arruan në shatë, mendje na vinte keq edhe kishim një vajzë të vogël, 4 muaj. Me certifikatën e vajzës na i kanë bërë kontratën e huajit të dritave. 25 vjet e kemi rrugën që kur dalëm lajmë të pucë. Ke edhe më rrë, një vit për vit, na kanë gënjerë 25 vjet, do të bëjmë, prapë na gënjenë, prapë do na gënjenë, unë do votoj. Për që nuk t'ja u them. Faleminderit. Votoni pas nesër. Kështu them, Nëse do kishit mundësi që të flisit me Si? një kandidat, nëse do kishit mundësi që për 5 minuta të flisit me një nga kandidatët. jo, as për asnjë s'do flas, po të them, Ju me të. jo, jo, Shprehni pa kënaqësi. po s'ka ti gjithë e dinë se këtu jetojnë atë por. Unë do votoj një nga partitë e reja. Këta të vjetrit duhet të zhduken me na me nishan, të dyja. Edhe PD-ja edhe PS-ja. Kaq, Po nëse opozita e drejtuar nga Berisha do vinte të pushtat e kryeministër nuk e besoj, pik. As Berishin, as Ramën. Besoni që do marrin një mandat ka partitë e reja? Po le të marrin sa të marrin. Rëndësikat të zvoglohen, mandatit që do marrin. Për kë keni më shumë simpati? Nuk them emra. Nëse do kishit mundësi që për disa minuta të flisit me një nga kandidatët, kë do zgjidhni? Nëse do kishit mundësi që për disa minuta me një nga kandidatët të flisit, kë do zgjidhni? Ata votat janë sekret. Faleminderit. Futen kutit, e me, tash hajnë zanatit ai, që është i Zotit, ma i votat. Votoni pas nesër. Unë nuk votoj se nuk jetoj këtu. Njërë më vetu, pa çfarë do të votosh? Jeni pjesë e diasporës. Po. Keni Unë votuar jetoj në nga Chicago ne? 30 vjetë. Keni votuar nga ne? Po do të voto, po s'kemi votu sepse. A dëshirë, ke dëshirë, s'ke dëshirë. Dhe që se jeni këtu, me zartë nuk e keni marrë nga ne, po do pas nesër do Nuk kam votoni? zarë. Nuk kam Nuk zarë. keni regjistruar për të votuar Ja. nga diaspora. Jo, do të në datë pari herë, ju respektoj, jeni shumë mirë sa nuk bo vokim, po problemi këtu. Me fol mirë, se avle, me fol keq, ma keq. Çfarë i bëj çfarë drejtimi dhe hapim ti miletire? Tash ti më mirë se e diti këtu Po se. njerëz këtu, a keni? Ja, nuk kam, kam jetë gjithë në Amerikë. Unë dëshirë madhe kisha me votu, unë kam përkra njerëzit, kam qenë dikur shumë simpatizant, ose jam më. Mendoni se Shqipëria mund të ndryshojë, mund të bëhet më mirë dhe ju një ditë ta mendoni rikthimin? Në qofë se e bo breziri, se ky brez nuk e bo. Nuk e di se ka çfarë kanalin ju, unë do të them këta. Unë jam 70 vjeç. I kam rrit kohën e vetë, edhe brezin tash, edhe e di ç'është politika si sa. Por qëllimi është këtu. Kujt i besohet? Nuk i besohet pas se ka 30 vjet, 35 vjet që gënjen sot gënjen nesër. Pas e mori brez e ri, i bëj thjerë gjithë brezit të i lutem. Unë jam nga Chicago. Ju lutem, ndryshoni pozicionin, se është pozicion shumë i keq. Vetëm për karikën e vetë menojnë, asë prej gjotë tjetër. Kështu faleminderit, jeni Nga aq partitë mirë. e reja mund të bëjnë ndryshimin? Ujku vjetër, nuk e le ujku në ri. Se haj, se është ujku vjetër, për na që kaq. Ka se jesh më mirë. Kur Të dielën, Patjetër. do votoni pro një parti apo kundra një tjetër? Do votojmë për më të mirën, parti e cila t'i japi popullit atë që meriton, atë që kërkon. Nëse do kishit 5 minuta kohë të flisit me një nga kandidatët sy më sy, kë do zgjidhni? Jo, nuk kam kandidat preferum aktualisht, po i parti me program që bën për popullin, sigurisht që do të jepsha votën me shumë kënaqësi. Kushdo qoftë. A jeni për ndryshim? Bota gjithmonë duhet ndryshojë, duhet evoluojnë gjërat, ecin, zhvillohen. A mendoni se Kështu do që- kemi rotacion? Këtë s'mund ta përcaktojmë përveç Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. A keni Vo- besim se vota juaj do merret Vo- parasysh do vo- dikoj? Besoj se kësa radhe ka më tepër siguri, sepse edhe monitorimi nga Evropa vota diasporës e tjera, edhe unë kam mobilizim më të mirë, më ashtu, sigurisht që kemi besim më të madh se vota do numërohet, do lexohet. A do votoni të dielën? Po, të dielën do votojmë. Pas nesër është. A mendoni se vota juaj do merret parasysh, do bëjnë ndryshimin? Unë mendoj se
vota ime dhe shqiptarëve dhe t'japin atij që e meriton drejtën me bën qeverinë me udhëheq Shqipërinë edhe 4 vjet të ardhshëm. A doni ndryshim? Po ndryshim, çfarë ndryshimi, se ndryshime ka në shumë drejtime. Rotacion politik. Rotacion politik s'ka kush e merr. E po të kishe kush me marr, është e drejtë të bëhet rotacion politik. Mas 2 mandateve, po sot për sot në Shqipërinë s'ka kush e merr përveç Edi Ramës, i cili ka dhënë rezultate, i ka ngrit kokën shqiptarëve ku do të botë, ja ka ngrit kokën tash 12 vjet. Njihen domosdoshmë shqiptarët si njerëz të mirë, jo si në fillim 90, që njofshin në përpot si ujqër, si njerëz tege, si atë, po ka ndryshuar imazhi i shqiptarit. Nëse do kishit mundësi që për disa minuta të flistit me një nga kandidatët për gjëra që ju shqetësojnë, këtë do sqiti? Për kandidat për deputet apo për Po, kandidatët për deputet. apo për qeverinë për Ato për deputet. ata për deputet shumica janë të përgjegjshëm. Kë simpatizoni ju më shumë? Unë simpatizoj krejt me shumica e tyre simpatizoj Pandeli Majkon, Qefalin, është burë shumë i mirë dhe me të bënë, aty, Erën Braqen, ka Mimi Kollelin, ka e majta. Kurse dhe e djatha ka njerëz si arsyeshin. Po nga e djatha njerëz si tabaku është ma e përgjeshme nga e djatha, kurse tjerë nuk ka në. Partitë e reja mirë bojnë që dalin s'ken, po nuk ka figura, as kapacitete për të bërë partitë e reja për të arën qeverisje. As Qori, as Lapaj, as Agrënshe, bile shqiptarët, se besoj që japin mandat as për kryetarit. Mandat, jo me bërë rotacion. Dhe s'ka aftësi. Nëse fiton Partia Demokratike, mendoni se kryeministri do të jetë Berisha apo do të jetë? Po unë se mendoj fare se fiton Partia Demokratike, se mendoj fare, nuk bëhet fjalë. Dhe bas, se s'bëhet fjalë se fiton ai, sepse nuk fiton sepse i ka të gjitha shanset e djegura. E ka bën shumë krime gjatë qeverisjes të tij, ka bën krime shumë. Ja fitoi PD-ja. Kuj do të jetë kryeministri? Nuk fiton sepse unë ka vite që merrem me të. Sali Berisha ka bën shumë krime makabre në Shqipëri. Lash ka nevojë me përmend, me gërdec, me vrasjet. U kam qenë aty ku janë vrarë, shoh Kotën Bulevard. Me vrasjen e 4 shqiptarë. Edi Rama, Erën Velia, unë nuk kam një shqiptar që ka vrarë njeri tash 30 vjet. Vra. S'kan. Mos e ka shehur më mirë timin? Si? Mos e ka shehur më mirë veten? Jo, po s'ka vrarë, nuk ka vrarë. Kurse pa ato, ka vrarë Gërdeci, kush e bëni? Me Diu, me Sali Berishën, me Skanxherin e kanë po, kush e bëni? Kush i bëni këtë vrasje si janë enigme vrasjet? Me Tërpiske, me tjetër, me Rezmi Hoxha, kush i ka po? Po s'paku flegjum, s'paku, se këtë do fillojnë. Jo me fillua me tokat e partizanit, i ka marrë. Bëjnë thirrje që këta politikanë shqiptarë të merren, të futen mbrëm të merret prona. Të gjithë prona që kanë vjedhur apo zuar të merret prona, gjithët, majtë të djathtë, të merret prona, të sekustrojnë, shkojnë në bankë shtetit, të dahen shqiptarëve pensionistave. Janë miliarda. Deklaroj unë se mund vjedhën deri 4-5 miliarda euro janë vjedhur. Janë vjedhur, po të merret prona. Jo më shkua ne në terasë sala, po me i marrë pronat krejt, edhe ai Ben Ahmet, ai me e gjetë, sa gjaj qimpe ka mërë intervistë, ta gjenë spaku, behekheja. Ai gjithat mira të të. A mendoni se vota juaj mund të bëjë ndryshim? Salli. Që kriminal Berisha, atë herë fjalë votën. E pres dorë nuk javë votën. Po nëse në krye të BT-s do ishte një tjetër. Ha? Në krye të BT-s do ishte një tjetër. I kriminali se votojnë gjallë. Të harrojë, ai natë e gjashtën, mbledhi parë dhe popët shqiptar, i morë krejt, popët u vra, ai ku zjetë president. 26 dhejt kanë ngellë në tunelet në asështatën. Sa të e Berisha i boni, gërdhetit i shiri farët. Tu ishte 1 janarin e përvloj.
Nuk votoj ata fare, nuk e du, mos ta pa, ka në me thë. Faleminderit.